Atëherë të nderuara media, të dashura gazetare, gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në këtë paraqitje të jashtëzakonshme. Siç edhe e dini, ne sot ishim të pranishëm në seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ishte i gatshëm që të jetë i pranishëm pra me prezencë fizike në këtë seancë, po ashtu të votoj raportin e Komisionit për verifikimin e quorumit të mandateve, të bëj betimin e deputetëve, pra të bëjmë secili prej nesh betimin ashtu siç e kërkon edhe Kushtetuta e Rregullore e punës së Kuvendit, dhe po ashtu të vazhdojmë me procedura tjera për propozimin e kryetarit Kuvendit dhe nën kryetarit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Por, siç e keni parë, ndodhi një situatë e paprecedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e Komisionit për verifikimin e quorumit të mandateve, të cilin komision e kryesoi deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, me cilin jam bashkë këtu, zoti Artan Abrashi, i cili do të flasë edhe për punën e këtij komisioni. Pra është një situatë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me Kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe i gjithë materiali që i është servuar gjithësisht përcjellur deputetëve të komisionit ishte ai që ka dalë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Pra ajo çka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozitë, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e Lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hallë me listën serbe, nën kryetari i secilit subjekt politik ka bërë sulm terrorist në territorin e Republikës Kosovës, me qrast është vrarë një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hallë Vetëvendosjen dhe kanë hallë Albin Kurtin. Prandaj edhe një herë ta ripërsëris, ne si kabinet i kemi kryer të gjitha obligimet që i kemi pasur, sipas ligjit, sipas Kushtetutës, por që këta nuk ishin të interesuar ta konstituojnë Kuvendin e Republikës Kosovës, këta po tentojnë që ta vonojnë konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe jemi në këtë rrethanë të tillë. Siç e keni parë, kryesuesi i seancës konstituive, zoti Dehari, ka thënë që për shkak të rrethanave do të njoftohet presidentja dhe tani e shohim pastaj pra se cili do të jetë vazhdimësia.